Në një moment emocionues dhe plot surpriza, Edisada vendosi të ndajë me publikun një lajm shumë të veçantë gjatë intervistës së saj në emisionin e moderuar nga Bieta Sulo. Pas daljes nga Big Brother, askush nuk e priste që ajo do të vinte me një rrëfim kaq personal dhe të bukur. Me një buzëqeshje të ndrojtur, por plot lumturi, Edisada tregoi se është në pritje të ëmbël. Ajo shpjegoi se gjithçka ndodhi krejt papritur, menjëherë pas përfundimit të eksperiencës së saj në shtëpinë e famshme. As vetë nuk e prisja, u shpreh ajo. Bëra një test rutin, thjesht për kontroll, dhe kur pash rezultatin, nuk më besoj. E përsërita disa herë, sepse më dukej e pabesueshme. Ajo tregoi se periudha në Big Brother kishte qenë intensive dhe plot emocione, ndaj nuk kishte vënë re shenja të qarta. Vetëm pasi doli dhe ju rikthye jetës normale, vendosi të bënte kontrollin që i ndryshoi gjithçka. Kur e kuptova që ishte e vërtet, ndjeva një përzierje emocionesh, habi, gëzim, por mbi të gjitha një ndjenjë të thellë lumturie, rrëfeu ajo. Është një bekim i madh dhe jam shumë e lumtur për këtë që po më ndodh. Gjatë intervistës, Edisada u duk më e qetë dhe më e pjekur, duke reflektuar mbi ndryshimet që po i sjell kjo fazë e re në jetën e saj. Ajo theksoi se tashmë prioriteti i saj është shëndeti dhe mirëqenia e bebit, ndërsa falenderoi të gjitha ata që e kanë mbështetur. Ky lajm u prit me shumë entuziazëm nga publiku, duke e kthyer momentin në një nga më të bukurit dhe më të ndjerë për të. Një kapitull i ri ka nisur për të, këtë herë lart kamerave të lojës, por shumë më i rëndësishëm në jetën reale.